sot, por faleminderit që jeni lënë punët e tjera për të dëgjuar dhe për të komunikuar këtu në këtë takim, i cili synon të ndihmoj jo thjesht ju që jeni këtu, po të gjithë ata që janë të interesuar dhe që mbase në ndjekin përmes ekranit për t'u informuar me mundësitë e reja që kemi dhe që janë ose do të vijen në dispozicion të gjithë atyre që duan të jenë protagonist në këtë fushë. Në radhë parë dua ta filloj aty ku e mbaroi Ogerta, tek programi i ri kombëtar që ne po përgatisim, i cili do të lançohet së shpejti. Besoj që në fund të muajit do të kemi marrëveshjen mes Bankës së Shqipërisë, bankave të nivelit 2 dhe qeverisë për një linjë financimi të mbështetur nga qeveria shqiptare për të mbështetur çdo projekt të kujtdo që ka një ndërmarrje, të vogël ose të mesme, dhe ka ambicien që ta rrisë ata. E kemi quajtur programin dyfishon ndërmarrjen tënde, por nuk do të thotë që duhet të jetë patjetër dy fish, mund të jetë dhe 50%, mund të jetë edhe 3 fish, varet nga projekti. Ky program do të mbështetet nga një linjë drejt për drejt kredi e Bankës së Shqipërisë, e cila do të përpunohet nga bankat e nivelit 2 në bazë të aplikimeve, do të garantohet nga qeveria shqiptare me një garanci sovrane dhe nga ana tjetër do të ketë një interes të kredisë më të ulët se sa kredit komerciale. Kjo kuptohet, plus që do të ketë një limit deri në 2 milion euro. Nuk do të jetë mundur të aksesohet nga kompanitë e mëdha, por do të aksesohet nga startupet, nga, siç thash, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, punishtet, dhe patjetër edhe nga agroturizmat, që do duan të rriten.